Kryeministri Edi Rama e konsideroi rezolutën e Partive Popullore Europiane, e cila kritikoi qeverinë e tij si një shenjë të humbjes për Partinë Demokratike. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale, Rama e përshkroi këtë akt si borinë e parë të humbjes që ra në një mbledhje të zhvilluar në Spanjë, ku sipas tij ishin mbledhur partitë motra të kënetës. Duke u nisur nga buria e parë e humbjes që ra dje buria në një mbledhje diku në Spanjë, ku ishin mbledhur partitë si motra e kënetës, që ju kanë mbetur këneta mes tyre dhe s'dina se to që të bëjnë, dhe këneta kaloi nëpër tavolina një fletrufe, siç ndodh në konferencat e partive. Një nga pikat e kritikave në këtë rezolutë ishte ajo e punësimeve elektorale. Kryeministri theksoi se qeveria ka marrë masa të forta për të ndaluar çdo formë punësimit pa lishëm dhe ka garantuar që nuk ka asnjë formë favorizimi të kundralishëm. Kohë përpara, qeveria ka nxjerrë një vendim dhe ka ndaluar të gjitha llojet e punësimeve, gjë që nuk e kërkon ligji, por e ka bërë qeveria. Pra, prokurime jo favorizuese, po s'ka fare, as favorizuese, as jo favorizuese, emërimit ilegal të kryetarit të bashkisë, mos di cili është emërimi ilegal, siç ndodh në gjitha këto raste, ka një nënkryetare që bën detyrën e drejtimit të bashkisë dhe që e ka marrë detyrë sipas të gjitha rregullave me delegim. Ndërsa për përdorimin e parave publike për lobime të huaja, ai e quajti kontratën lobuese të Partisë Demokratike një mashtrim të pasqyrës politike. Janë se për mua dhe për ne 77 nuk bën 6 milion, am kupton. Por për ty dhe për gjithë ata që pinë ujë kënete që më mëngjes dhe pastaj e derdhin këtu, nuk bën asnjë përshtypje. 77 mund bën edhe 6 miliard dhe nëse janë 6 miliard të kënetës, për ju janë okay. Në një tjetër moment, Rama sulmoi partitë e reja duke i cilësuar ato si kopje të një partie që kishte humbur besimin e shqiptarëve. Imitacione të një partie që ishte ndjespas deri dje e treta e vërteta dhe që u bë bara dhe halli i madh i politikës shqiptare nuk ka nevojë. Përfundimisht, Rama theksoi se qeveria e tij ka si qëllim kryesor integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe se ky mision e mbajtja atë në pushtet, por kundër kritikave dhe sfidave të shumta. Ai u shpreh bindur se shumica e shqiptarëve ishin të kënaqur me arritjet e tij dhe se përkundër pengesave politike ai kishte mbështetje të fortë për vazhdimin e procesit të integrimit.